Mirë mbrëma të nderuar shikues. Komuna e Gosivarit ishte në mesin e pak komunave që ishte befasia e zgjedhjeve lokale të 19 tetorit. Në komunën e Gosivarit, zgjedhjet e 19 tetorit dështuan për shkak të mosarritjes së cenzusit vetëm për 20 vota. Atje zgjedhjet pra dështuan dhe këto zgjedhjet do të nisin nga fillimi që është caktuar edhe data më 11 janar të vitit 2026. Në zgjedhjet lokale në rondën e parë pra të 19 tetorit, në komunën e Gosivarit, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Valbon Limani, edhe pse mori afër 17.000 vota, nuk arriti të bëhej kryetar për shkak të mosarritjes së cenzusit. Më keq se kaq, edhe pse zoti Limani ishte ushtrues detyre në komunën e Gosivarit, pak ditë më vonë pra u dash që t'i fik dritat në zyrën e tij të punës dhe ta lëshoj komunën. Pse ndodhi kjo situatë dhe si ka ndodhur, e çfarë në realitet pritet të ndodhë më 11 janar kur do të mbahen pra zgjedhjet lokale për komunën e Gosivarit dhe 3 komuna të tjera, ne sonte do të flasim me ish ushtruesin e detyrës në komunën e Gosivarit dhe kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim zoti Valbon Limani, që do të garoj sërish më 11 janar për komunën e Gosivarit. Mirëmbrëma zoti Limani, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Zoti Limani, po e fillojmë këtë bisedë kështu se edhe në hyrje dëgjua që e precizova që fati juaj ishte i tillë që edhe pse morët 4 fish më shumë vota se kundër kandidati juaj, ju sot nuk jeni kryetar komune. Më keq se kaq, edhe pse nuk jeni kryetar komune, nuk jeni as në komunë. A ndikoi kjo situatë që në realitet tani nga prizmi edhe personal të shkaktoi dëshpërimin tuaj se u ndodhi kjo situatë, ishte befasia apo e prishëm për ju? Jo, as pak nuk ndikoi, sepse me të vërtetë është kënaqësi të marrësh besimin e afër 17.000 qytetarëve tuaj për punën të cilën e keni bërë. Ishte e pritshme, nuk ka qenë e pritshme, mirë po duke i parë të gjithë rrethanat të cilët ishin aty në komunën tonë, por edhe në disa komuna tjera, ndoshta le të themi është normale që të ndodhte kështu, ka pasur shumë arsye dhe shkaqe pse ndodhi kështu, por ja që rezultati i gjithë saj është në fund që Gosivari është një ndër komunat në të cilën nuk u arrit cenzusi dhe duhet të shkohet në zgjedhje të përsëritura dhe këtu hapet edhe ndoshta një dilema apo debat se a duhet të rishikohet kodi zgjedhor sa i përket cenzusit në zgjedhje lokale, sepse unë disa herë kam përmendur, Maqedonia së Bashku me Bullgarinë janë të vetëm 2 shtete në të cilat ka cenzus për zgjedhjen e kryetarit të komunës. Po, këtë ka thonë mbas edhe nga kjo studio edhe zoti Snopçe, për shkak të analizave të mbrëmshme që keni bërë ju dhe keni dalë që kjo praktikë mbase nuk ka nevojë të aplikohet as në vendin tonë. Mirë, megjithatë, ky është realiteti zoti Limani. Dhe sot ju po thoni që nuk ka qenë e pritshme kjo, në fakt jeni zënë në befasi. Nga kjo studio, deputetja nga komuna e Gosivarit, zonja Saranda Imeri, pra deputetja nga koalicioni Vlen, kur kemi bisedu për zgjedhjet atje, ajo këtë dështim, pra zonja Imeri këtë dështim të mosarritjes së cenzusit, ja ka atribuar juve dhe partisë tuaj, posaçërisht kryetarit tuaj, zoti Taravari. Sipas zonjës Imeri, cenzusi nuk u arrit dhe kjo është rezultat i dështimit të qeverisjes disa vjeçare të zotit Taravari dhe juve si ushtrues detyre dhe nuk kanë pas motiv qytetarët të dalin të votojnë. Si e komentoni këtë, zoti Limani? Unë do të kisha thënë që në Gostivar, ndoshta Gostivari është një ndër rastet unike në Republikën e Maqedonisë së Veriut si komunë, ku ne kemi përzgjedhur këshilltar në bazë të numrit të popullatës e cila është regjistruar si popullat 59.770, e nga ana tjetër kemi një trup votues prej afër 83.000 votues, lista votuese e cila është tash, le të themi, aktive, nuk është as pak e azhuruar dhe nga ana tjetër kemi një
kemi një paradoks, do të kisha thonë kështu, juridik, ku zgjedhim numër të këshilltarëve 23 në bazë të 59.770 banorëve, nga ana tjetër kemi 83.000 votues, dhe duke e parë këtë numri prej mbi 27.000 votuesish është diku afër 45%, numër i cili është gati se i përafërt me atë mesataren e cila është në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë zgjedhjeve lokale. Qytetarët mendoj se dolën dhe e thanë qartë se kush duhet të udhëheqë me komunën, dëshirat e individëve të caktuar në politikë nuk dua t'i komentoj. Dakor. Mirë, po megjithatë situata në Kosovë është e tillë që cenzusi nuk ka arrit. Tani për këtë realitet fajtori nuk mund të jetë jetim zoti Limani. Megjithatë ju thoni që qytetarët e kanë dhënë vendimin e tyre se kush duhet qeverisë në Kosovën, por edhe analistë shumë nga kjo studio e kanë cilësuar që në Kosovë mbase ka ekzistuar edhe një bojkot i mobilizuar nga koalicioni Vlen pikërisht për ta prodhuar këtë situatë që është sot. Ndani mendim të ngjashëm këtu? Kjo situatë është gërshetimi i disa rrethanave. Një nga arsyet është që kemi informata kështu të sigurta se grupe të caktuara brenda këtij koalicioni pas orës 15 dikund kanë dhënë instruksione që të mos dilet të votohet, por gjithashtu ashtu siç thash më parë edhe lista e votuesve e cila nuk është mirë e azhuruar, por edhe disa rrethana tjera dhanë këtë rezultat që cenzusi të mos arrihet për 21 votë, sepse në qoftë se kishte ndonjë pakënaqësi reale, atëherë me siguri cenzusit do t'i mungonin 2.000-3.000 vota e më tepër, duke parë gjithat që ndodh, jo vetëm në Gostivar, por në të gjithë komunat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kemi një migrim masiv, është normale që numri i atyre që votojnë si përqindje gjithmonë të jetë më i ulët e më i ulët, dhe prapë do të rikthehem te ajo se do duhet seriozisht të shqyrtohet mundësia për largimin e cenzusit posaçërisht në zgjedhje lokale. Kur po flasim për komunën e Kosivarit dhe situatën e krijuar atje, në ndërkohë qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka dërguar të besuarin e tyre për ta ushtruar detyrën e kryetarit të komunës në Kosivar, zotin Fadil Xhelili. Televizioni Shenja e ka vizituar zoti Xhelili në komunën e Kosivarit dhe nga ato pjesë të intervistës që janë realizuar atje, kuptohet qartë që zoti Xhelili nuk është pritur, sipas tij, ashtu siç e kërkon tradita dhe zakoni në komunë, ka shprehur indinjatën edhe nga administratorët, edhe nga sekretarja që punon në komunën e Kosivarit. Megjithatë, sipas zotit Xhelilit ekziston një situatë e përgatitur dhe sipas tij pra administratorët kanë qenë të kërcënuar. Mirë, po para se ta diskutojmë këtë çështje, nga regjia kërkoj nëse është gati materiali numër 1 ta dëgjojmë me zotin Limanin. Për shkak se Fadil Xhelilin e njeh jo vetëm Gostivari, e njeh e gjithë Maqedonia, nga Kumanova, Shkupje, Tetova, Gostivari, Dibra, Struga, por edhe Prishtina e Tirana. Zotë Limani, dëgjuat zoti Xhelilin dhe nga këtu buron pyetja që a e njihni ju personalisht zotin Fadil Xhelili? Personalisht nuk e njoh si një prej avokatëve, pasi që e dini shumica e avokatëve kështu me punën që bëjnë, kanë kontakt të përditshëm me institucionet, duke përfshirë edhe komunën e Gostivarit. E njoh si avokat, e di që një periudhë të caktuar ka qenë edhe në gjykat, pastaj është larguar. Kjo është e gjithë ajo të cilën mendoj unë e di për zotrin Xhelilin. Personalisht njihemi, kemi pas një përshëndetje si bashkëqytetar, ajo është e gjithë. Asgjë më tepër. Ja. Tani regjia nëse është gati materiali numër 2. Unë kur pranova këtë sfidë për mua, që të vi i deleguar i Republikës, i qeverisë e Republikës Maqedonisë së Veriut, prisja një pritje pak më ndryshe, duke llogaritur se ne në Gostivar jemi një qytet i vogël dhe
me doktor Valbonin dhe të tjerët njihemi edhe personalisht. Dhe së pari si njerës prisja të shtrim dorë njëri tjetrit, për shkak se kjo një garë politike dhe ku më 11 janar sovrani do ta jep verdiktin e tij. Mirë po për fat të keq, zoti Limani një ditë më herët e kishte lëshuar komunën dhe ndërkohë që administrata kishte marrë urdhër nga qendra të caktuara që unë akoma nuk i di dhe as që dua ta di, që të mos më presin në hyrje të komunës siç e do tradita dhe zakoni. Ajo që është më tragjike se edhe sekretarja apo sekretarja e komunës që ka obligim ligjor se është e punësuar në administratën e komunës, edhe pse pata kontakt drejt për drejt që të më pres në hyrje të komunës, për fat të keq edhe ajo nuk erdhi, kështu që nuk jam edhe aq i befasuar nga aspekti politik, pak më tepër jam i befasuar nga aspekti njerëzor dhe shoqëror. Zoti Limani e dëgjuat ushtruesin e detyrës pra të besuarën e qeverisë në Gosivar, i cili shprehi indinjatën edhe pakënaqësinë e mënyrës se si është pritur në komunën e Gosivarit. Dhe tani buron pyetja. Cilat janë ato qendra që kanë urdhëruar administratorët dhe sekretarën që mos ta presin zoti Xhelili në komunë? Mirë, unë kështu publikisht e them me plot përgjegjësi se nga askush dhe asnjëri nuk ka dhënë instruksione apo urdhra administratës që të mos bëjnë ndonjë veprim të caktuar. Zotri Xhelili vetë tha, është garë, e garun nuk pa është të ketë. Zotri Xhelili është i emëruar me një dokument, një administrator i përkohshëm i komunës së Gostivarit, dhe ashtu siç e kam thënë edhe më herët, unë nuk e shoh të rrugës që ne të bëjmë pranim dorëzim, sepse pranim dorëzim nuk ka pasur edhe kur është larguar zotri Taravari dhe unë kam marrë si ushtrues detyre, edhe pse atë kohë i votuar nga qytetarët si antari Këshillit Komunal, nuk kemi bërë pranim dorëzim, as po dikush më ka pritur në hyrje të komunës kur ka marrë detyrën, ushtrues detyre i komunës së Gostivarit. Dhe në këtë drejtim unë nuk e di pse zotri Xhelili është qetësuar shumë se ka pritur ndoshta ndonjë manifestim para komunës që ta pres dikush. Nga ana tjetër, administrata të gjithë i kanë vendet e punës dhe besoj që porosia ime e fundit tek administrata në intervistën tim për televizionin lokal ishte që ato të vazhdojnë të kryejnë obligimet e veta dhe punët e tyre me zell, sepse është fundi i vitit dhe e dim që në fund vitit kemi përpilimin e buxhetit, e programeve vjetore, kështu me radhë, është një periudhë e ngjeshur dhe edhe publikisht kam dhënë porosi që administrata të vazhdon të punon ashtu siç ka punuar edhe deri tani. Publikisht po zoti Limani, mirë po zoti Xhelili pretendon sepse privatisht ka qendra të caktuara që kanë urdhëruar e kanë kërcënuar administratorët dhe sekretarën që punon në komunë. Po në qoftë se del një administrator i cili do të thotë se dikush, mos flasim unë personalisht, po edhe dikush tjetër i ka thënë që mos bën këtë ose mos bën atë, atëherë unë publikisht do të kërkoj falje në qoftë se ka diçka të tillë, por bindshëm them që nuk ka asgjë të tillë dhe mendoj që zotri Xhelili duhet të fillon të bashkëpunon me administratën, duhet të fillon të menaxhon komunën, sepse e presin shumë punë edhe pse bëhet fjalë për një periudhë të shkurtë. Komunat, siç e dini, ballafaqohen me shumë sfida dhe mendoj që është koha që ai të fillon më tepër të merret me punë sesa të ngjehet i prekur prej asaj se dikush nuk e paska pritur në komunë. Ju megjithatë bëhet edhe një paralele krahasuese me momentin kur ju keni marrë detyrën si ushtrues detyre në komunën e Gosivarit, që as për ju nuk është përgatitur një pritje speciale. Mirë, po para se gjithashtu ju keni qenë ushtrues detyre që keni buruar prej brenda komunës, pra nga
antar në Këshillin Komunal apo keni qenë kryesues? Po, kryesues. Nga kryesues i Këshillit Komunal në Gosivar, keni kaluar në pozitën ushtrues detyre në komunën e Gosivarit, kështu siç ka vendosur Këshilli dhe siç obligon ligji. Dhe tani, zoti Xhelili, për ndryshe ju keni qenë paraprakisht një orë edhe me administratën edhe me gjithë kënd tjetër që punon në komunë. Por zoti Xhelili është rast tjetër për dallim për juve, zoti Limani, sepse vjen prej jashtë dhe as nuk njihet me administrator dhe nuk njihet me askënd tjetër. Madje nga videot që dolën, pam që nuk e dinte askush zyrja e kryetarit dhe ishin shoqëruesit e tij që e dërguan deri tek zyrja, në të cilën kur hyri pa edhe dritat ishin të fikura. Pa marrë parasysh, unë mendoj që mikpritja apo ja të themi ajo pjesa festive e pritjes së kryetarit të komunës Gostivarit, pa marrë parasysh se kam qenë pjesë e Këshillit Komunal, i cili është organ i veçantë nga komuna e Gostivarit, ka mundur edhe unë të ankohem se në aso kohë nuk më ka prit askush te shkallët apo te dera sepse jam kryetar, por unë mendoj që ajo nuk është diçka e madhe, sepse mbi gjitha, unë kur kam pranuar në aso kohë të jem ushtrues detyre kryetari komunës së Gostivarit, kam qenë i përkushtuar se duhet shumë punë, duhet shumë energji dhe duhet shumë mund që komuna të ecë para e jo të merrem me simbolika të cilët besoj nuk janë edhe aq të rëndësishme. Zoti Limani, dritat ishin fykur në zyrën e zotit Xhelili, pra në zyrën e kryetarit. A kursehet kaq shumë energjia elektrike në komunën e Gostivarit? Në komunën e Gostivarit kursehet gjithçka, Abedin, është kursyer nga dita e parë deri në ditën kur kam qenë unë. E din të gjithë administratorët, unë edhe vetë kur dal prej komune i kontrolloj se a janë të gjithë dritat apo gjatë kohës verës këto inverterët të fikur, kështu që unë nuk e di sepse atë ditë nuk kam qenë aty. Mirë po besoj derisa nuk ka pas askush, nuk ka pas edhe një, le të themi, lajmërim formal apo jo formal se do të gjenë i besuari i qeverisë në këtë kohë në komunë, atëherë s'ka se si ta dinë edhe administratorët se në atë kohë duhet të jenë dritat ndesur. Dakor. Do të thotë pretendimet e zotit Xhelili që administratorët për ta përmbyllur këtë për të kaluar tek pjesa tjetër, që administratorët kanë qenë të kërcënuar dhe urdhëruar që mos ta presin, sipas jush nuk shndrojnë. Me plot përgjithësi e them se s'ka diçka të këtij. Dakor. Atëherë lusë regjin materiali numër 3 nëse mundet. Pas mije qëndron koalicioni Vlen. Por, partnerët e koalicionit, kur kanë bërë ndarjen e kandidatëve në për komuna e Gostivarit i ka rënë Aleancës për Shqiptarët. Dhe pas meje qëndron Arben Fetahi si përfaqësues dhe i Aleancës për Shqiptarët dhe qëndron Vleni si pjesëmarrës e shqiptarëve në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zoti Limani, nga bashkëpunëtor shumë të afërt në kundërshtar politik, fjala është raporti juaj me zoti Arben Fetahin. Ajo ka befasuar kjo situatë që pikërisht i besuar i qeverisë, zoti Fadil Xhelili, mbështetet nga zoti Arben Fetahi, ish bashkëpartiaku, ish bashkëpunëtori juaj. Mirë, mu personalisht nuk më ka befasuar shumë, sepse pas, le të themi, pasaj ndarje apo shkëputje të cilët e bën grupacioni apo individ të caktuar aso kohë kur Aleanca për Shqiptarët me të gjithë organet e vetë mori vendimin që të del nga qeveria, ato tërkohën të gjithë fushatën apo oponencën politike e kam bërë me ish bashkëpartiakët e tyre, e jo në përgjithësi me opozitën, është diçka e pritshme, por gjithsesi të gjithë këto të cilat janë pjesë e këtij grupacioni, gjatë zgjedhjeve lokale pam se posaçërisht bartësit e funksioneve më të larta si kaluan në për vendbanimet e veta dhe besoj që kjo është një mesazh i qartë nga popullata dhe nga qytetarët e këtyre vendbanimeve se sa e kanë mirëpritur këtë vendim, por edhe këtë mënyrë të veprimit të tyre
ndaj nesh si Aleancë për Shqiptarët. Për cilët bartës funksioneve më të larta e keni fjalët që nuk kanë kaluar në vendbanimet e tyre? Aty ku kishin kandidatura, shembull në Likov, e pam se si kaluan në zgjedhje, por edhe në Gostivar, e pam se si kaluan në zgjedhje, i pam rezultatet dhe besoj që mesazh më të qartë se kjo nuk ka. Ju i cilësuat si grupacion dhe individ pjesën e shkëputur nga Aleanca për Shqiptarët, mirë po në fakt, edhe si pas analizave të breshme që keni bërë, edhe pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të 2 raundeve, a e ka dëmtuar ashën kjo shkëputje, zoti Limani? Shif, çdo shkëputje edhe një antari, çdo parti e dëmton dhe padyshim që edhe Aleancën për Shqiptarët kjo shkëputje e ka dëmtuar, mirë po prapë do të them kur vepron në kuadër të një organizimi politik, gjithmonë ka rregulla dhe ka statut dhe ka mënyrë se si veprohet dhe ndonjëherë individ të caktuar mund të mos pajtohen me vendimet të cilat e marrin organet e partisë, por derisa flasim për një organizim, atëherë duhet gjithmonë të respektohen vendimet të cilat i sjell ai organizim, në këtë rast partia politike, dhe Aleanca për Shqiptarët kishte vendim për këtë, dhe prandaj quhet individ të cilët kushtimisht nuk i pranuan vendimet e organeve partijake. A u penduat që vazhduat të rrugtimin politik si pjesë Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Limani? Jo. Në fakt akoma vazhdoni të jeni partner deri në përfundimin e garës në Gostivar. Jo, as pak, posaçërisht nëse flasim vetëm për Gostivarin, rezultatet janë të dukshme dhe shumë të qarta. Dhe mendoj që ishte një rezultat i jashtëzakonshëm, edhe në Vrapçish gjithashtu ku përsëriten zgjedhjet, dhe besoj se e njëjta do të ndodhen edhe në zgjedhjet e radhës. Dakor. Tani regjia, nëse mundet materiali numër 4. Kështu që këtë sfidë e kam pranuar që më 11 janar të vi kryetar i Gostivarit, kuptohet, kjo do të jetë marrëveshje e partnerëve të vlenit, për shkak se gjithmonë gjithçka bëhet me marrëveshje, por unë jam i përgatitur sepse kam vënë mision vetes që të vi dhe ta bëj ndryshimin e vërtet të qeverisjes në komunën e Gostivarit. Zoti Limani, dëgjuat zoti Xhelilin, a e shihni si kandidat serioz zoti Xhelilin në zgjedhjet që do të mbahen më 11 janar në komunën e Gostivarit? Po, mendoj se është kandidaturë serioze dhe se është, në të themi, një vlerë e shtuar për demokracinë, por besoj që koalicioni në fakt të mos e zhgënjej zotrin Xhelili, sepse shpesh ndodhen që njëherë të jepet fjala njërit e dalin pastaj me ndonjë kandidaturë tjetër, kështu që ditëve të fundit kemi informata se ende komunikojnë me kandidat tjerë potencial të cilët do të kishin mund të hyjnë në garë në Gostivar. Uroj dhe besoj që të mos e zhgënjejnë zotri Xhelilin dhe të ballafaqohemi më 11 janar të vitit 2026. Megjithatë, në zgjedhjet e 19 tetorit ju kundër kandidat e kishit zotit Sebedin Dauti, po përmendëm në hyrje që ju arritët korrit një fitore 4 fish më shumë vota se sa kundër kandidati juaj. Në rast se do të kandidonte zoti Fadil Xhelili, e cilësoni se gara do të ishte më e vështirë, do të asinoni sërish rezultatin e njëjtë, apo mendoni që do të ndryshoj diçka? Po, çdo garë është e vështirë dhe çdo garë fillon me 0-0, si do të kishim thënë. Besoj që zotri Xhelili si dhe koalicioni do ta bënë maksimumin që të kemi një oponencë të denjë politike në zgjedhjet e 11 janarit. Për atë se si do të kalojnë, do të varet shumë edhe prej daljes, sepse është një periudhë kur është ndërmjet mbas festave, posaçërisht edhe festave krishtere, duke ditë se një numër i konsiderueshëm i votuesve janë në Maqedonas në komunën e Gostivarit, domethënë varësisht se si do të jetë dalja, ashtu do të reflektojnë edhe rezultatet në komunën e Gostivarit. Megjithatë, ju në fjalën tuaj teksa përgjigjeshit për atë që dëgjuat, e paralajmëruat zoti Xhelilin që mos nxitoj se mbase edhe ai mund të mos jetë kandidat. Për juve më mirë zoti Limani të ishte kandidat zoti Xhelili apo të nxjerrin koalicioni vlen ndonjë kandidat tjetër?
Personalisht për mu nuk ka rëndësi se kush është kandidati. Në fakt, unë dhe ekipi janë gjithmonë më tepër e kemi në fokus se çka dhe si mund të ofrojmë qytetarëve tanë, më pak merremi me atë se kush do të jetë kundër kandidat. Kush do që të jetë, besoj që do të jetë një garë korekte, fair, demokratike dhe qytetarët do ta kenë fjalën e fundit. Dakor, dhe tani materiali numër 5, regjia? Me zotin Limanin njihemi personalisht se ne jemi të këtij rrethi, të këtij qyteti, kam një vlerësim pozitiv, është një doktor i ri që pret edhe një karrierë e mirë në profesionin e tij, por më vjen keq që është futur nga dikush në politik dhe sa për informacion, edhe zoti Limani nuk ka dalur nga zgjedhjet e qytetarëve. Ai është ushtrues detyre që në rrethan të caktuar me largimin e zotit Taravarit nga komuna, Këshilli i komunës e ka emëruar ushtrues detyre dhe nuk ka mandat të thirret në 17.000 votat e qytetarëve, se nuk ka marrë vota qytetare, por ka ardhur me vendim të Këshillit komunal. Përndryshe, se përket qeverisjes 8 vjeçare në komunë, nga informatat që plasohen në opinion dhe në qytetin e Gostivarit, thuhet se ka një keq qeverisje, por që unë jam jurist dhe nuk jam ekonomist, ndërkohë që ekspert të fushës së ekonomisë do ta konstatojnë gjendjen faktike financiare të komunës. Zoti Limani, kush ju futi në politikë dhe a ju pret një karrierë mirë në profesionin tuaj si doktor? Sepse zoti Xhelilin e dëgjuam që ka shpreh keqardhje për juve se ju ka futur dikush në politikë. Mirë, unë e kuptoj, zoti Xhelilin është pak në emocione tash pas ditëve të para si besuar i qeverisë të udhëheq komunën e Gostivarit. Askush nuk mund të asken të afuz në politikë, por çdo njeri shpreh dëshira apo vullnet që të jetë pjesë e politikë bërjes. Unë sa herë që kemi biseduar se si ndodhi të hyj në politikë, kam treguar kur dhe si ka ndodhur, ndërsa sa i përket pretendimeve se unë nuk kam qenë i përzgjedhur, besoj që zotri Xhelili e din që unë kam qenë i zgjedhur si antari Këshillit Komunal të Gostivarit, si bartës i listjes, aso kohë në vitin 2021, me afër 9.000 vota, edhe normalisht pas asaj isha i zgjedhur si kryesues i Këshillit, domethënë unë jam i përzgjedhur edhe në funksionin paraprak dhe prej aty rrjedhimisht pastaj nga ana e Këshillit u zgjodha si ushtrues detyre, domethënë mbi supet e mia ka një kvantum votash para se të vi si ushtrues detyre i komunës së Gostivarit. Zoti Xhelili thotë që zoti Limani nuk ka mandat të thirret në 17.000 vota, që sipas tij 17.000 vota nuk janë vota të qytetarëve, mbas edhe nuk është shprehur si duhet, por megjithatë a vlerësoni që keni mandat? Prap do ta them se në emocione ndoshta nuk u shpreh si duhet zotri Xhelili, sepse 17.000 votat janë fakti pamoheshëm i zgjedhjeve të cilat u mbajtën më 19 tetor dhe ku unë isha kandidat. Këto vota janë vota të qytetarëve tanë, të cilët na kanë dhënë besimin mua dhe ekipit tim për të udhëhequr me qytetin dhe nuk e di se si ndryshe mund të sqarohet kjo, sa i përket pjesës parë, prap do ta them, unë kam qenë i përzgjedhur si antar i Këshillit Komunal, si bartës i listës aso kohë me diku afër 9.000 vota dhe rrjedhimisht pastaj jam zgjedhur, domethënë edhe në atë rast unë kam qenë i zgjedhur me vota të qytetarëve. E nuk kam qenë në fakt i besuar i qeverisë apo i emëruar vetëm prej diku, domethënë kam erdhur si antari Këshillit Komunal i zgjedhur në zgjedhjet lokale të vitit 2021 direkt nga qytetarët e Gostivarit dhe pastaj kam pranuar edhe detyrën si ushtrues kryetari i komunës Gostivarit.
pra nga kjo, ju reflektoni që jeni më legjitim për të thirrur në votat të qytetarëve për dallim prej zotit Xhelili. Absolutisht. Në këtë drejtim me sqarash zoti Xhelili tha që për qeverisjen 8 vjeçare të zotit Taravari dhe këtë vitin e fundit si ushtrues detyre ju, ka këtë qeverisje dhe pak më herët në pjesët që i dëgjuan paraprakisht tha është misioni im që të vi dhe ta sjellë ndryshimin në komunën e Ergosivarit. Për çfarë këtë qeverisje ka fjalë zoti Xhelili dhe për çfarë misioni në fakt do duhet të ishte për ta sjellë ndryshimin në komunën e Ergosivarit? A nuk po ecë diçka mbar në komunën e Ergosivarit zoti Limoni? Unë e inkurajoj zotri Xhelilin, tash ja do të ketë diku afër 40 ditë, i ka në dispozicion tërë komunën e Gostivarit dhe mund të bëj revizion të gjithë punëve të cilat janë bërë edhe çka është bërë edhe gjithë me radhë dhe besoj që do të ketë mundësi që këto fjalë të cilat i ka thënë në prononcim të njëjtat ti konfirmon edhe me vepra për atë se si është qeverisur mirë dhe keq, prap do të kthehem, qytetarët e dhanë verdiktin e vet se kush si ka qeverisur dhe besoj se verdikt më të mirë se kjo nuk ka. A djeni rrezik zoti Limoni që zoti Fadil Xhelili si besuar i qeverisë mbase mund të ndikoj edhe në bindjen e qytetarëve në terren duke marrë përballë vjen me një mbështetje nga pushteti qendror? Unë mendoj se bindja e qytetarëve nuk formohet me 1 muaj, 2 muaj apo 3 muaj të një detyre të caktuar, por ndonjëherë edhe me 1 vit, 2 vite, mendoj që unë e them që kampanja zgjedhore për një kandidat të mirë zgjatë tërë jetës, se si ai vepron në komunitetin dhe në vendbanimin ku jeton, dhe normalisht konform kësaj, refleksioni asaj se çka dhe si kemi bërë për vendbanimet dhe për qytetarët tonë, janë zgjedhjet në të cilat marrim pjesë ne. Unë nuk mendoj që për një kohë kaq të shkurtë mund diçka drastikisht të ndronë, përkundrejt asaj se normalisht ne e dim gjatë zgjedhjeve gjithmonë pushteti shfrytëzohet edhe në periudhën parazgjedhore, por edhe në ditën e zgjedhjeve. Zoti Limoni, a prisni ndërhyrje apo presion politik nga pushteti qendror në favor të kandidatit të koalicionit Vlen, cili do qoftë ai, me që akoma nuk ka një kandidat zyrtar ky koalicion Vlen, ju me sqarash ngritë dilema që mund të mos jetë edhe zoti Xhelili, dhe cili do kandidat që do të ishte i Vlenit. A prisni pra presion ose ndërhyrje nga pushteti qendror në favor të këtij kandidati? Ose kandidat? Po, presim sepse vetë aktit i cili ndodhi tani, 1 muaj e gjysmë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, ku prap do të them kemi fund vitin tani, kemi të gjithë procedurat të cilat duhet të kryhen në komunë dhe me ndrimin e kësaj veç humbet në kohë dhe humbet në mbarvajtjen e proceseve në komunë, por nga ana tjetër edhe e gjithë kjo e cila ndodhi dhe ripërsëritja e cila ndodh dhe e cila kushton diku afër 500.000 euro si proces zgjedhor, tregon qartë se pushteti apo grupi i cili insiston më së shumti brenda këtij koalicioni dhe brenda pushtetit që me çdo kusht të tentohet të merret Gostivari edhe vrapshishti në këtë rast, mendoj që do të mundohen të bëjnë presion, por besoj që dallimi i cili ishte më 19 tetor ishte aq i madh sa që nuk do të luan rol shumë në rezultatin përfundimtar. Po, ju zoti Limoni deri në këto momente që ne po flasim jeni kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim, por akoma i pa verifikuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 19 janarit. Mirë, po megjithatë, ju jeni të vendosur nga një koalicion politik që do të garoni për kryetar komunën në Gosivar. Dhe nëse do të fitonit, a do të ishte vështirë menaxhimi i raporteve me pushtetin qendror duke pas parasysh edhe këto tensionet e fundit për të cilat po flasim? Në përgjithësi, kështu historikisht, komunat opozitare gjithmonë kam patur problem në raport me pushtetin qendror. Unë besoj dhe uroj që në të ardhmen kjo të reflekton dhe
gjyrat politike të një kryetarit të komunës të mos jenë kriteri vetëm që të mund të bashkëpunon me pushtetin qendror. Normalisht pres se mund të kemi probleme dhe të lashe në funksionim, por nga ana tjetër shpresoj se e njëjta nuk do të ndodhë dhe se pushteti qendror do të reflekton dhe do të bën atë që besoj që e duam të gjithë, të japim maksimumin dhe të kontribuojmë për një komunë dhe për një gostivar më të mirë. Juve si kandidat personalisht në komunën e Gostivarit, a ju ka dëmtuar dalja e Aleancës për shqiptarët krahu i zotit Zjadin Sela në garët që do të zhvilloni më 11 janar? Në Gostivar, dega e Aleancës për shqiptarët krahu i zotit Zjadin Selës, ne ende kemi kontakte të rregullta dhe veprojmë si Aleancë Kombëtare për Integrim, e njëjta u përdoftua edhe në Këshillin e Komunës së Gostivarit, ku të gjithë ne si pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, në fakt këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim, votuan për kryesues këshilli zotri Valdet Xhaferin dhe i njëjti bashkëpunim vazhdon me pjesëtarët e Aleancës për shqiptarët e zotri Zjadin Selës. Deri tani nuk ka pas ndarje dhe besoj që edhe në zgjedhjet e 11 janarit ne të gjithë së bashku do të japim maksimumin që zgjedhjet të jenë të suksesshme për ne. Kur jemi tek fryma bashkëpunuese, a keni ndjerë pas përfundimit të zgjedhjeve në analizat e brendshme ju si Aleancë për shqiptarët që a ka pasur momente që mund të ishit bojkotuar nga përbrenda partnerët e koalicionit AKI, flas vetëm për komunën e Gostivarit në këtë rast? Në komunën e Gostivarit ka pasur, mirë po nuk ka pasur nga njëra anë, por nga të gjithë anët ka pas antar të caktuar dhe simpatizant të caktuar të cilët thjesht nuk janë pajtuar me koalicionin të cilën e kemi bërë. Ka pas një numër të caktuar i cili në fakt nuk ka dalë as pak të voton në shenjë revolte, por e gjithë kjo në suazat le të themi të normales. A do të vazhdoj ky koalicion edhe pas zgjedhjeve të 11 janarit, zoti Limoni? Mendimi im është se do të vazhdon. Prap organet partijake të partive do të sjellin vendime të caktuara, por unë mendoj që edhe pas zgjedhjeve lokale do të vazhdon, edhe varësisht se si do të rrjedhin të gjithë proceset politike në vend, duke përfshirë edhe zgjedhjet eventuale të parakohshme parlamentare, besoj që do të vazhdon edhe pas zgjedhjeve lokale. Zoti Limoni, ju mbase për kohë të shkurt keni qeverisën në komunën e Gostivarit, prej kur zoti Taravari kaloi në Ministrinë e Shëndetësisë. Mirëpo megjithatë, nga kjo periudhë kohore që keni qeverisur në Gostivar si ushtrues detyre, cilat janë projektet që mund të veçoni, me të cilat edhe krenoheni, po në të njëjtën kohë edhe me të cilat mbase edhe në fushat keni dalë para qytetarëve dhe keni thonë këto punë i bëm ne dhe do të bëjmë edhe më shumë. Me çka në realitet ju krenoni si ushtrues detyre? Ne kemi bërë shumë punë dhe ka pasur shumë projekte në atë periudhë. Si projekte, them pak më të mëdha, do të kisha cek rikonstruimin e tërësishëm të bulevardit Goce Delçev, rikonstruimin e bulevardit Vllezrit Gjinoski, hapjen e rrugës së re i cili lidh fshatrat Çegran, Forin dhe Çajl me Gostivarin dhe është ende në vijim e sipër. Gjithashtu do të kisha përmend edhe diku afër 5 terene sportive të rëndësishme të rikonstruara në qytet, por edhe investimet të cilat i kemi bërë në disa shkolla fillore. Janë një numër i madh i projektesh, këto janë si le të themi projekte më të mëdhenj dhe gjithsesi do të vazhdojmë pas 11 janarit me korrjen e fitores, do të vazhdojmë edhe me punët tjera. Po, megjithatë me që ju jeni edhe banor i Gostivarit, i keni parë që edhe deputet koalicionit vlen që janë pjesë e pushtetit aktual, në një pjesë të projekteve që ju vetë se përmendet, janë fotografuar dhe i kanë cilësuar si punë që po i bën qeveria, zoti Limoni. Ata të cilët thonë, unë them që të gjithë projektet janë projektet të cilët vinë nga qytetarët, sepse të gjithë bëhen me të hollat nga taksapaguesit, e taksapaguesit janë vetë qytetarët.
pa marrë parasysh se a vin nga buxheti vet anak i komunës apo nga buxheti i pushtetit qendror, ato janë të hollat për të cilat ne paguajmë tatime si qytetar dhe unë nuk do t'i kisha cilësuar si të qeverisë apo të komunës, por nga ana tjetër e dim të gjithë se ka pas thirrje, posaçërisht në thirrjen e parë kishte komuna të cilat nuk përfituan asnjë projekt, sepse nuk kanë aplikuar. Kështu që e gjithë kjo ka qenë një punë e palellshme e një ekipi të mrekullueshëm në komunën e Gostivarit. Për ato 5-6 muaj kam punuar, domethënë gjatë tërë kohës me shumë përkushtim dhe energji që të mund të aplikohet, e nga ana tjetër kemi në një numër të konsiderueshëm të projekteve edhe kofinansim nga ana e komunës Gostivarit. Një prej tyre është fillimi i kanalizimit fekal në fshatin Çegran, ku 60% të mjeteve janë të siguruara nga komuna e Gostivarit, ndërsa 40% janë nga kredia hungareze nga pushteti qendror, kështu që unë nuk do t'i kisha cilësuar si të tonat apo të tyre, por do t'i kisha cilësuar si projekte të vetë qytetarëve. Çështja është mirë që punohet, por pastaj kur punohet vrapohet nga dy palët për të marrë merita. Megjithatë, në komunën e Gostivarit a punohet vetëm në fazë të fushatës zgjedhore? Në komunën e Gostivarit prej ditën 8 korrik 2024, kur kam filluar si ushtrues detyre kryetari i komunës së Gostivarit, deri në ditën kur jam larguar, gjatë tërë kohës ka pas aktivitete dhe punë për projekte të ndryshme, dhe është punuar prej ditës pare deri edhe në zgjedhje dhe pas zgjedhjeve, edhe ashtu edhe do të vazhdoj, sepse unë nuk e shoh të rrugës se për ta përmirësuar një qytet duhet të punohet vetëm 5 muajt e fundit apo 3 muajt para zgjedhjeve, por duhet në kontinuitet, në vazhdimsi të punohet gjatë tërë kohës që ti arrim ato qëllimet tona të cilat i kemi në lidhje me komunën të cilën e udhëheqim. Zoti Limani, fushata për zgjedhjet lokale të 19 tetorit kishte filluar shumë më herët se sa ajo zyrtare. Edhe ju ishit kandidat pra në zgjedhjet lokale të 19 tetorit, po ashtu siç e shpjeguam dhe siç e dini edhe qytetarët, që ato zgjedhje dështuan. Dhe për fatin tuaj të keq, mbase me që vetëm juve ju kemi këtu, ju keni qenë pjesë dhe keni shpenzuar një pjesë të madhe edhe të energjisë edhe të kohës tuaj. A ka ngel akoma energji te zoti Limani për të garuar sërish më 19 janar? Po, jemi plot me energji, jo vetëm unë, por i tërë ekipi i cili ka dhënë kontributin e vetë dhe ka dhënë maksimumin në zgjedhjet e 19 tetorit, ekipi i njëjtë do të vazhdon edhe tani me të njëjtin elan dhe me të njëjtën energji dhe besoj që do të arrim qëllimet tona për zgjedhjet e 19 janari. Zotë Limani, jemi krejt në fund nga regjia më informojnë dhe ajo që kërkoj tani për në fund është një zotim tuajin që data e zgjedhjeve në Gostivar është caktuar 11 janar. Kandidati i Aleancës Kombëtare jeni ju, nuk e dim vetëm kush do të jetë kandidati i koalicionit Vlet, por në momentin që do ta dim dhe do të organizojmë një përballje publike mes jush dhe kundër kandidatit tuaj. Zotoheni që do të jeni prezent këtu në këtë studio për ta realizuar këtë përballje me cilin do kandidat të koalicionit Vlet? Po, zotohem se do të pranoj përballjen me cilin do qoftë kandidat për zgjedhjet e 11 janarit të vitit 2026. Mirë, ne do t'ju mbaj për fjale dhe ju urojmë suksese në garën që është para jush dhe deri në momentin që zyrtarizohet pra kandidatura nga koalicioni Vlet, të njëjta të zyrtarizohen nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ne si televizion jemi të gatshëm të realizojmë përballje mes kundër kandidatëve që garojnë pra edhe në komunën e Gostivarit, komunën e Vrapçishit dhe dy komuna të tjera. Zoti Limani, kaq për sonte, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, shihemi pra deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.